Senatori Amerikan Steve Daines zhvilloi një takim në Pekin me ministrin e jashtëm të Kinës Wang Yi, në një moment kur Washingtoni dhe Pekini po përpiqen të ulin tensionet mes tyre. Takimi konsiderohet me rëndësi të veçantë diplomatike, pasi është delegacioni i parë i senatorëve amerikan që viziton Kinën që nga rikthimi i Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Ministri i jashtëm kinez deklaroi se marrëdhëniet SBA-Kin kanë kaluar periudha tensioni, por stabiliteti është ruajtur fjalë komunikimit mes liderëve të dy vendeve. Sipas Wang Yi, Kina është e gatshme të punojë me SBA-n për të zbatuar marrëveshjet e arritura mes presidentit Xi Jinping dhe Donald Trump, me synimin për të stabilizuar dhe përmirësuar marrëdhëniet dypalqe. Ai ekzulsoi dialogun ballë për ballë si pikën e nisjes për ndërtimin e besimit dhe kërkoi bashkëpunim për zhvillimin e shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të lidhjeve mes dy vendeve. Takimi zhvillohet vetëm pak ditë para vizitës së Donald Trump në Pekin, më 14 dhe 15 maj, ku presidenti amerikan pritet të takohet me homologun kinez Xi Jinping. Vizita do të jetë udhëtimi i parë i Trump në Kinë pas 8 vitesh dhe po ndiqet me vëmendje të lartë ndërkombëtare, sidomos pas tensioneve të fundit për tregtinë, teknologjinë dhe luftën në Iran.